Mirë se erdhe Demi në Letrat Rrëfejnë, jam Diana dhe do bëj leximin e juaj të radhës. Të dashur Demër, kemi njeriun e varur këtu, kemi 10 të shkopive, kemi faqen e monedhës dhe kalorësi i monedhës. Të dashur, apo i dashuri Demi, e dashura Demi, dua ta personalizoj pak më shumë. Për një kohë të gjatë keni ngecur në një situatë. Mund të jetë në mënyra të ndryshme dhe në situata të ndryshme. Ke pritur, ke duruar. Dhe ke mbajtur më shumë se sa duhej. Shpresë, dëshira ndoshta vetvetiu të rregullojnë gjërat, hajtse. Njeriu i varur, të dashur, është pika e parë që ti nuk e qenë pasive, ta them, nga dembelizmi, po sepse ke dashur të kuptosh situatën, mbase që thash si shpresa që diçka do ndryshoj, pa e prishur ekuilibrin, pa prishur atin e dikujt, pa diçka është këtu që nuk u ka lënë. Por pritja është kthyer në barr. Këtu hyn 10 të shkopive. Lodhje, pesh, përgjithësi e tepërt, vuajtje e kështu me radhë. Do thot, në varet nga situata. Dhe këto 2 letrat e fundit tregojnë në fakt zgjidhjen, jo problemin. Jo revolucion, absolutisht, por ndërtimi i ri, i ngadalt dhe i qëndrueshëm. Nëse këtë lexim apo këto letra do t'i lexoja për dashuri, do t'i ndaj. Ke duruar më shumë se sa është dashur. Ke mbajtur qetësi për të mos prishur marrëdhënien. Ke marrë mbi supë gjëra që duhet të ishin të përbashkëta. Kjo lidhje nuk është e humbur. E kam një pikpyetje këtu, por, se më do të letra atë, të prandaj po e them, por nuk mund të vazhdoj kështu siç është tani. Faqe e monedhës tregon për rregullim hap pas hapjesh, faqesh, fillimesh, kufi të rinë, barjera të reja, ndryshim konkret në sjellje, jo premtime. Nëse pas kësaj bisede, nëse pas këtij muhabeti që keni patur, apo të shtrohen gjërat, të flitet, po flasim për dashuri, vetëm për dashuri. Nuk mbetet njësoj, nuk ndryshon gjë. Atëherë problemi nuk është mungesa e kohës, por mungesa e përpjekjes nga ana tjetër. Dhe aty ju e dini çfarë duhet bërë. Lidhje, marrëdhënie, marr dhe jap. Nuk është vetëm dhënie. Duhet të jenë 2. Dhe prandaj këtu, nëse nuk dëshironi pas një bisede që unë e shikoj pothuajse është e mbaruar dhe durimi i ka ardhur fundi, por që bëheni sa për ta them për mos ikur me ndërgjegje të keqe, mund të ndryshoj, jo në të gjitha rastet, më shumë më thotë jo, nëse do ngelen gjërat njëjtë, është kërcit dhe ik. S'ka rëndësi kjo marrëdhënie ka fëmijë apo s'ka fëmijë. Ne vdesim një herë, nuk jetojmë një herë, apo jo, që thonë, ne jetojmë çdo ditë. Pra ajo çdo ditë është bërë barr. Të dashur Demi. Nëse këto letra do t'i lexoja për punë, është pak a shumë e njëjta. Ke duruar shumë, ke marrë shumë përgjegjësi, më shumë se sa të takojnë, ke shtyr veten për hir të stabilitetit, nuk je paguar ashtu sa atë sa meriton, apo investimi jot sikur nuk po të jep rezultate. Zgjidhja nuk është të heqësh dorë, por të thjeshtosh gjërat, të ndërtosh diçka të re për pa rrezik, në kuptimin që nëse keni investuar diçka, të ndryshoni diçka që të mund të tërhiqni dhe të ktheni prap aty ku për çfarë keni filluar. Të ecësh ngadalë me plane të qarta, dhe do marr, nuk kërkon në fakt hapa të mëdhenj për ta ndryshuar këtë gjë,
apo kërkon një bisedë me punëdhënës nëse është, apo çfarëdo lloj gjëje që ju shqetëson në punë, për çfarëdo lloj gjëje që nuk jeni të kënaqur, duhet të bëhet ai ballafaqim, ajo bisedë, edhe pse gjërat do ndryshojnë dalë nga dalë, me rëndësi është që zëri juaj është dëgjuar, nuk e keni mbajtur brenda. Pra, ky është lexim për qëndrueshmëri, jo fitime të shpejta. Ti keni me jetë të gjatë, ta them kështu. Tani, çfarë mund të bësh konkretisht në të dyja fushat, si për dashuri apo për punë, ndalë së mbajturi gjithçka vetëm. Mos merr përsipër për të leksuar punën e dikujt tjetër, apo mos dëgjohesh nga që të mërzitet punëdhënësi, apo aman të hesh se investimet që kam bërë mbase do bëhen më mirë se s'po më japin tani asgjë. Nëse i shikon verbërisht gjërat apo duke i mbyllur syt, nuk ndryshon asgjë. Ktu është të marrësh punën në dorën tënde. Vendos një ritëm pra që mund ta mbash gjatë. Kjo nuk është për të ngutur asgjë, por mos rri më pezull. Dhe këshilla që mund të jap nga këto letra të Demi, nuk keni nevojë për më shumë durim. Ke nevojë për strukturë të re. Ajo që ndërton tani, ndërtohet dal nga dal. Por këtë herë nuk të rrezon më. Nuk do jetë, apo nuk do jeni aty ku pak a shumë jeni sot, apo keni qenë shumë shpejt, do të jeni shumë më të qëndrueshëm. Demi.